Marrja drejtimit të Interit pas përfundimit tragjik të sezonit kaluar nuk ishte as pak një detyrë e lehtë, veçanërisht për një trajner pa përvojë në nivelet e larta. Gjithsesi, Christian Chivu ka mjaftuar vetëm në 5 muaj për të fituar besimin e të gjithëve nga lojtarët, të cilët kanë rilindur, siç thotë Nicolo Barella, deri te tifozët që fillimisht ishin skeptik. Fitoria në Bruxelles ndaj Union Saint-Gilloise ishte e shtata radhazi për Inter në të gjitha kompeticionet, një hetura që vendos skuadrën mes më të mirave të Europës. Në 10 ndeshjet e parë në Serie A dhe në Champions League, Chivu ka regjistruar 8 fitore dhe vetëm 2 humbje, me një mesatar prej 2.4 pikësh për ndeshje. Kjo ecëri e vendos atë përpara shumë emrave të mëdhej që kanë drejtuar Interin ndër vite. Që nga sezoni 2004-2005, kur kampionati kaloi në formatën me 20 skuadra, vetëm Luciano Spalletti ka bërë më mirë në sezonin 2017-2018, ku kishte grumbulluar 26 pikë në 10 ndeshjet e para. Në atë nivel rendimenti kanë arritur dhe Leonardo në vitin 2011 dhe pak më poshtë Jose Mourinho e Simone Inzaghi, me një mesatare prej 2.2 pikësh për ndeshje në 10 sfidat e para.